kam derin të jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohje të pakufishme ndaj jush, që mblidhi çdo të hënë, si qendrëstar, si zëri ndërgjegjes një kombi, që nuk pajtohet me të keqen, nuk pajtohet me poshtrimin, nuk pajtohet me padrejtësinë. Një përshëndetje të përzemër duhet u bëj edhe një herë atyre 10 mijëra qytetarëve, të cilët u mblodhen dje në protestën tonë, në kryengritjen tonë paqësore, në një datë historike për Shqipërinë, për kombin dhe për shqiptarët. Ditën e përmbysjes me votën e lirë të diktaturës komuniste. Miq, ne dje zgjodhem jo fjalimet, por zgjodhem zërin, zemrimin, ndjejat e qytetarëve për të nderuar një ditë të madhe. Ne zgjodhem revoltën qytetare për dëshmuar se Partia Demokratike që 34 vite më parë solli në këtë vend sistemi demokratik nuk pajtohet kur me diktaturën e drogës, krimit, dhunimit të shtetit dhe të qytetarëve shqiptarë. Pra, revolta jonë e djeshme apo kryengritja jonë paqësore, më shumë se çdo gjë tjetër, ishte një zotim qytetar, se ashtu siç përmbysëm 34 vite më parë të keqen e madhe, diktaturën komuniste, ashtu do të përmbysim dhe jemi në këmbë për të përmbysur diktaturën e drogës, krimit dhe vjedhjes së shqiptarëve. Të dashur